ka qenë ende i papërmbyllur procesi konstruimit të gjithë mekanizma përcjellës, ju e dini shumë më mirë këtë çështje. Unë e di atë, e di mirë, e di që krejt ai proces ka qenë në monitorimin strikt të gjykatës kushtetuese, ka qenë me udhëzime, kuvendi si kuvend ka qenë i konstituum pa trupat, pa organet komplete, pra ajo dosh mund të i kalu me zgjidhje të reja ligjore që i njëjti kuvend ka mujt të miratu. Qysh? I njëjti, me propozim qeverisë. Me propozim të qeverisë e cila ka qenë teknike, me një propozim. Po kjo qeveri është pa rroj. Kjo qeveria që ngeli pas nënshkurtit nuk i kishte rrojnë këtë kuvendin e ri. Kuvendi, atë qeveri mundet me legjitimu. Kuvendi mundet krejt me i po. Dakord, ka mujt me Kuvendi si trup me drejt. Veç mi pos votat, shumë rregull jemi, po pajtohemi, por në rastin e caktuar nuk ka pas asnjë mundësi. Po të përshën përgjigje, ashtu ta shpjegoj. Nuk po e shpjegon në ajër dhe pa fakte ligjore. A unë e di fort mirë se zot Njagoni ka qenë deputet dhe e di rrjedhën e veprimit të ju po doni përgjigje që juve për ju konvenon. Jo, në asnjë mënyrë. Unë nuk muj me jo përgjigjen që juve ju konvenon që se mendojnë. Kalëm të përgjigjen që po e jep. Unë po shiqoni, unë ju thash, me dijen time, unë jam mjek, profesionist, më pas vetë mu për domenin tim, kisha fol, kishit shtrujt, se kishit bu asnjë zo, pse kishit konë ekspert i foli, unë nuk jam ekspert juridik, ju po folni për situatën ligjore. Me qenë deputet, nuk do me thonë me qenë jurist. Me gjithate njëhni Gjoni, edhe kum qenë deputet shumë i kujdesshëm, edhe ku marë pjesën elaborimin e shumë ligjeve, edhe po ju them, kuvendi jo mbi gjitha, edhe mbi gjykatë kushtetuese, edhe mbi qeveri, edhe mbi gjitha. Kuvendi ka qenë i themelum si kuvend. Kuvendi ka mujt me jap direktiva, ka mujt me formu komisione parlamentare, ka mujt me lyp prej qasaj qeverie në detyrë, teknika, qyshe kanë gjujt, me zgjidh problem. Ko që kishë ekzistu uniteti politik në kuvend, po kuvendi ka qenë i përqam. Edhe problemi ka qenë te kuvendi i përqam, edhe të ata të cilët nuk e kanë pas interesin e shtetit primar për interesat politike. Tu nis prej partisë pushtet, që e ka përgjegjësinë më të madhe. Nuk diskutohet ajo. Partia në pushtet u dasht me qenë bartëse procese pozitive në vend. Nuk ka arrit. Zoti Jagoni, që të kthejmë në një çështje, nuk ka arrit. Me kriju partner politik. Pse që konsumu si shpjegim, në rastin konkret, thaun po heqi dorë prej buxhetit. Nëse jemi duke diskutu për ato që i quajti zoti Jagoni shumë të rëndësishme, miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe buxhetet e 3 komunave. Buxhetin e 3 komunave për ETK-n. Pra, partia në pushtet tha në rregull, vetëm le të formojmë parakushte që t'i votojmë këto pika të ndara. Nuk është patjetër, po largohemi nga kërkesa për buxhetin 2026. Ishim pra partitë tjera që nuk e pranun këtë, u i di që zoti Jagoni sot më drejt, po thotë do duhet. Zoti Jagoni bën një falendarje sot të përgjegjësive të gjitha subjekteve. Po, e qartë, mirë, po tash për temën konkrete do duhet kur se te fundit parlamenti po është organi më i rëndësishëm kryesor. Normal, kryesori. Mirë, po është i thirrën